Përshëndetje, miq të dashur. Tani jam duke shkuar drejt në stacionin e policisë. Arsyeja është kjo propagandë e këtij postimi që e keni parë ditëve të fundit besoj të gjithë, ku tani i kam të identifikuara profilet në platformat sociale në TikTok e në Facebook, të cilat kanë nxjerrur një postim me mbishkrimin skandaloze militanti i kurtit belorusi harron që është live argëtohet me muzikë serbe. Fjala është për këtë postimin këtu, e mandej do të shohim profilet të cilat tani do të paraqiten në polici, ku pastaj policia do të bëj punën e tyre. Profili por është info.point në TikTok. Profili 2 është Kosova e re në Facebook. Profili 3 është Skenderaj Press. Profili i 4 është Blerim Haziri. I njëjti pra ka shpërndar propagandën. Tjetri profil është Skenda Live, po ashtu në TikTok Skender Berisha. Miq të dashur, personat këto që do të dalin nga zbulimet që do të bëj pra hetuasia në polici, ku mandej sigurisht do të dalin edhe para gjykatës për ballmeje, ju betohem tokën qiell. Se gjakën e vllavt e kam fal, por këto nuk e mja fal. Edhe as mos provoni në asnjë formë me provu e me mshkru privat, ose me kërku ndonjë sqarim apo ndonjë komunikim me mua, sepse të gjitha i keni kry në momentin kur jeni marrë me këtë propagandë. Unë të kësaj lloj propagandash nuk do të kisha mujt m'ja bo as një shqiptari mbi këtë tokë. Shihemi në gjykat dhe dënimin po se po, por edhe do t'ja zhveshi fytyrat para krejt popullit. Drejtësia në vend, ju përshëndes miqtë e mi.